Profesori më i mirë shqiptar që kemi jetë në Paris, po kërkoj një libër që të më bëj të flas më fort dhe më qartë, dhe pa më futur në filozofi boshe. Dhe për këtë gjë, po shkoj te panajiri i librit. Të gjithë e dim atë shprehjen që edhe një libër i vetëm mund të ndryshojë jetën. Problemi është se më duhet ndihma juaj që të kuptoj se kush është ai, kështu që shkruani një koment se çfarë do të ble. Vetëm se pas ka e gjë që paradite nuk u vika fare, është mbush plot me fëmijë, shumë i bëjnë që të vinë për të blerë libra, por të rritur edhe të vika mas dite. Është pa mundur të shofësh tamam i qetë. Jo se dua t'i bëj reklam, po këtu është një libër, një profesori nga më të shuarit që kemi këtu në Shqipëri, e kuptoni vetë për këtë po flas. Dhe ka bërë këtë librin këtu. Në shkimi i dytë i Evës. Kështu që e gjitha çfarë libri do ble. Profesori më i mirë shqiptar që kemi jetë në Paris. Vetëm për disa vitesh me Kristin, besoj e mbanë që të bëni intervistën për dhe salla të sigurt. Që jemi bashkë në Paris. Isha me Ardina Zbuga, dhe me Ardina Zbuga. E kishe për kap një avion, dhe ishte shumë vonë. Në autobus në fund, edhe se ka pa. Nuk e gjithë se unë da, se bëni përshtypje shumë optimizmi, se unë ma vëqit fikime të profesor, të ta kapa, s'ta mërë. Jo nuk e kapa. Ti faleminderit që ma dhe shprej. Se dhe shpresa i kop nga një vlerë. Besi e kam unë bes fort, si doni? Besi kemi qënë në atë autobus, ka qenë shumë e bukur, se i kene trafiku Paris në ato orarë. Atë dëshirë kime, do ta kapë profesorit, do ta kapë. Ndërkohë që po pres të bëj këtë lidhje direkte me Sara, po më thotë që profesori pas ka fituar çmimin e parë të panajirit. Unë e gjeta librin tim. Shpresoj dhe ju ta keni gjetur librin tuaj. Kështu që jemi prapë nesër.